Ki kujdes menaxhoje kohën tënde. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith tjetër, shfrytëzoni 5 gjëra para se t'ju vinë 5. Ato do vinë patjetër. Po ti shfrytëzoj para se të vinë ato. Shfrytëzoje jetën para se të vi vdekja, se ty vdekja do të vi. Po shfrytëzoje që kur të vi vdekja dhe ti kur të vdesësh, nuk e lan asnjë lloj pishmëllluku mbrapa thosh, pse se bana dhe këtë, e bana. I bana gjitha mundësitë për ta realizuar atë. Thot profeti alayhi salatu wasalam shfrytëzoi rinin para se të vi pleqëria, që do të thot, po qej gjallë ti do të kapi pleqëria. Po shfrytëzoje këtë rinin, të bësh ato gjëra që ti nuk do t'i bësh kur ti jesh në këtë moshë të thyer pleqëni. Thot profeti alayhi salatu wasalam shfrytëzoje pasurinë para se të vi varfëria. Po mund të vi, po shfrytëzoje pasurinë duke bërë atë mirësinë dhe atë që Zoti xhelel xhelalu të ka dhuruar dhe të ka begatuar. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam shfrytëzoje shëndetin para se të vi smunja. Për sa kohë ke shëndetin, ty do të vi smunja, po shfrytëzoje që kur të vi smunja, ti mos thush, pse si bëra kur isha i shëndetshëm. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam shfrytëzoje kohën e lirë para se të vi, ose para se ti të angazhohesh. Pra që do thot, besimtari duhet të angazhojë kohën, sepse duke angazhuar kohën e fiton veten e tij, shpoton veten e tij dhe kjo kur ai e angazhon dhe e shfrytëzon kohën me vepra të dobishëm, me lejen e Zotit xhelel xhelal do të jetë argument për të në ditën e Kiametit për të shpëtuar.